Akëm Zëqeja, viti 2026 të shpallës vitin Leri të Qarkut në unë Bogopris. Koha e vëprimeve janë 10 orë, janar 10 orë 26. Vëndi ku do të zhvillohen, Qarku e Fjerit. Bashkit e Fjerit Luisit për krevetit Divjak. Veprimtarit kulturore të institucioneve të Qarkut me këtë temë dhe tematikë. Bashkia e Fjerit, shtatorja e na unë Bogopristit në qytetin e Fjerit. Projekt i miratur dhe i neglizhuar nga bashkia për disa vjetë. Që në vitin 2002-2003, kur ishte kryetar bashkie Zoti Zëqeja, unë me gjitha të dhe me gjithë dy të tjerë, kemi shkuar, kemi gjithë dhe vendin. Vendi ishte tek biblioteka e vjetër, në kjo se mund të që në mes të Apollonit, në mes të Apollonit dhe bibliotekës vjetër. Aty ishte vendi, e kemi parë bashkë me kryetarin, ishtë kryetarin e parë. Kemi gjetur kryetari atërshëm më propozoi gjeja shoqata të gjende edhe skulptorin. I kam thënë, dhe kam qenë njerëz të tjerë. Unë nuk e gjej skulptorin, se unë e di do të thotë gjej unë skulptorin. Pastaj të thonë si në aparat. Unë kërkoj një gjë, skulptori t'jetë muzikal. Sepse kjo është karakteri dhe krijuesut e din mirë do të thotë ana karakteriale. T'jetë muzikal dhe vërtet e gjetëm, është Max Bushi, t'ja thënë emrin këtu, një nga tipik muzikal. Edhe personalitet. Atëherë, pra, ky është një projekt, do bëni një shtatore. Diskutojmë një muaj të tërë nëse sa kushton diferenca mes bustit dhe shtatores. Dhe i gjithsej 3.000-4.000 euro është shtatorja më shumë të sa bust. Dhe pranoj, kryetari i bashkisë, atëherë, ish kryetari i bashkisë, pranoj të bëjmë shtatore dhe ta vënë. Negociatat për negociatat për binjakëzimin e qytetit të Fjerit me qytetin e Tbilisit në Gjeorgji. Djepi, e thamë, është Libosh, Varri e Shtatia. Për të marrë të përbashkëta çfarë ka lënë na unë priti. Shtëpia, më kam thënë, shtëpia është prishur sepse është bërë një shesh i madh. Shtëpia Tereteli numër 14 që ka qenë shtëpia e na unë pritit, por atje gjerkohet e fundit, siç ka vajtë edhe një nga krutja e Luqjes, një hoxhmistarak i lartë, ka gjetur kurora me lule në 10 maj ditë vdekjen e na unë pritit. Për të bashkuar djepin me varë. Dhe kjo nuk do asnjë shpenzim. Mjafton të vullneti i mirë për të marrë ka metru nga na unë priti nga kjo figurë dhe për t'i bërë bashkë varrin me djepin. Konferencë shkencëtare për veprën e vetarët na unë priti. Në Fier. Dhe po në Fier, emërtimi një institucioni apo rrugë me emrin na unë Bogopris. Është, më falni të them, është turpshme që për na unë pritin nuk ka një rrugë. Bashkia e Luqjes. Emërtimi një rrugë a institucioni me emrin na unë priti. Veprimtari kulturore për jetën dhe veprën e tij. Kaq. Bashkia e Roskovecit. Plak për kujtimore në shkollën e Marinës. Ku punoi mësuesi na unë priti me 1922-23. Veprimtari kulturore për jetën e na unë priti. Drejtoria e arsimit dhe zyrtat arsimore të Qarkut. Mësuesit e gjithë shkollave të Qarkut të njohin nxënësit dhe jetën me veprën e adhetarit, rektorit të ustarit, djetarit të shtyr na unë Bogopris, sidomos kur punonte në shkollat e Zëqes, Zharnes, Luqi, Fier, Durrës, Marinës dhe tjera. Të ribotohet njëri nga librat, kushtuar veprës së na unë pritit, të paktën një kopje në çdo shkollë. Nuk e di sa mund. Një kopje minimale, është një minimale. Që një shkollë duhet ta ketë një kopje të këtij libri, të biografisë. Për jetën dhe veprën e këtij personaliteti janë shkruar 3 libra dhe të gjithë një ato është Muzeumet historik, Fieri, Luqja, Libosha, të krijohet paviljoni na unë pritit. Në secilin muze dhe me materiale dhe ardhur nga Gjeorgjia, ka ardhur një gjysmëvapori me materiale të na unë pritit nga Gjeorgjia me 1960. Në muzeun e Fierit është bërë një ceremoni e madhe dhe unë kam gjetur gazetë dhe nga ato nga shkimi pjetër në muzeu ka shumë pak. Ka qenë muzeun e Libofshës besoj. Ato një pjesë e këtyre, krevati i hekur, krevati na unë pritit. Pjatat po hande na unë pritit se ishte me tuberkulozë dhe hande duke
librat, pjatrat, krevati, ato për serviset e tavolinës së punës të tjera, ato erdhën dhe u vendosën në Libosh. Një dhomë e Pallatit Kulturës Liboshës, atëre ishte Ligor Fiku, kryetari kandidatit, një dhomë u përcaktua dhoma Muzeja Naum Pritit, me të gjitha takemet, me fotografi, me materiale letrare, me të le shpresojmë që do të ribejmë. Për lehtësi informimi po i bashkangjitim atë që lexova. Të Pallatit e Kulturës Libosh të rihapet dhoma Muzeja Naum Pritit me materiale dhe mbetura. Të rikonstruktohet busti i Naum Pritit në Libosh. Zonja kryetare e Këshillit të Qarkut të Firit, duke besuar në vlerësimin tuaj për këtë projekt kulturor, presim me shumë interes njoftimin tuaj për takimin informativ me aktorët dhe autorët me të cilët do të përgatisim dhe realizojmë bashkërisht veprimarit në dobi të trashëgimisit kulturore të banorëve të Qarkut të Firit. Me respekt për shoqatën Akem Zekia, Dr. Albert Sheqi, kryetar.